lidhur me luftën në Ukrainë, kjo klasë politike evropiane ka dështuar totalisht, e para sepse deri dje ishte vasale e administratës amerikane, bënte ç'të thonë ata dhe nuk luhet kjo si Europë, pra nuk tregoi një qëndrim të tjetër të ndryshëm. Dhe tani që ka ndryshuar Trumpi dhe po lëviz ndryshe çështja e Ukrainës, pra që ku duket që lufta është humbur, në vend që këta të mendojnë për paqen, që duhet ishte gjëja kryesore, këta po mendojnë se si të armatosin Europën, krejtësisht në një frym jo popullore në vendet e tyre, jetoj si thash në Itali, por jo vetëm në Itali, po një pak kënaqësi të madhe ka për këta politikanë edhe në vendet e tyre të tjera, siç është Franca, siç thash për Macronin, edhe në Gjermani bile, dhe çfarë ndodh? Pra këta më shumë po mendojnë për karriget e tyre se sa po mendojnë për një siguri të vërtetë. Këta më shumë, për mendimin tim, po na çojnë, po na rrezikojnë, domethënë janë për një vazhdim lufte, ndërkohë që amerikanët duan paqë tani dhe duhet një zgjidhje, janë për vazhdim lufte, ndërkohë që nuk kanë as fuqi për ta bërë këtë luftë. Po bëjnë ca plane për armatimin, kjo janë shumë të rrezikshme, që mund të kemi një Gjermani super të fuqishme të armatosur që nesër problemet e sigurisë mund të jenë më në rrezik se sa sot, me këto partitë e djatha nacionaliste që po fuqizohen kudo në Europë, pikërisht për shkak të dështimit real të kësaj Evrope. Pra ky ishte një show i tyre që bashkohen, është show politikanësh të dështuar që mendoj se as sigurinë e Evropës nuk e sigurojnë, as sigurinë e vendeve si Shqipëria nuk e sigurojnë. Lubonja thatë që këto vende evropiane, këta lider kanë dështuar sa i përket Ukrainës. Mirëpo si e shihni